Të gjithë pini çaj kamomili, por askush nuk e di se çfarë ndodh pa gjumësisë, zemrës dhe trurit. Një nga proceset më të rëndësishme në jetë është gjumi. Kohëzgjatja e cikleve të gjumit varion nga mosha e individit, mirë po, që të ndërlidhet mirë edhe me pjesën e ushqyerjes. Konsumi i ushqimeve të shëndetshme minimizon rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve kronike. Andaj, kivi, arrat, orizi i bardhë janë disa prej ushqimeve që rekomandohen të konsumohen para gjumit, për shkak të benefiteve që ato përmbajnë. Mirë po, në këtë kategori hyn edhe konsumi i çajit të kamomilit. Çaji bimor ofron shumë benefite shëndetësore. Ai është i njohur për zvogëlimin e inflamacioneve që shkaktojnë probleme kronike, gjithashtu edhe problemet që lidhen me shëndetin e zemrës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Në histori thuhet se kamomili është një nga zgjidhjet mjaft të mira shëndetësore. Gjithashtu thuhet se ky çaj konsiderohet si një bimë e sigurt dhe është e përdorur në disa kultura. Disa studime kanë treguar se kamomili i përdorur në kombinim me bimë të tjera mund të ketë përfitime të larta për shëndetin. Megjithatë, si me çdo produkt të kombinuar, është e rëndësishme se çfarë përfitimesh keni nga përdorimi i tij. Kamomili është një nga zgjidhjet mjaft të mira ushqyese për të shtuar në dietën tuaj. Është përdorur prej kohësh edhe në trajtimin e pagjumësisë, por ullumtimet tregojnë se kjo bimë është e dobishme, megjithatë ndihmon në zbutjen e ndjenjave të ankthit dhe është gjithashtu e mirë edhe në ruajtjen e shëndetit tuaj të kockave, dhe mund të cilësohet si një nga zgjidhjet mjaft të mira ushqyese në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Kjo bimë mund të përdoren në forma të ndryshme. Vetit që do t'i ofrojnë organizmit do ta bëjnë atë një nga produktet më të mira të shëndetit të përgjithshëm. Kur pini çaj kamomili pas darke, mund të ndjeheni më të relaksuar dhe gjithashtu edhe gati për të fjetur më mirë. Ndaj edhe ekspertët sugjerojnë në përdorimin e këtij çaji në zgjedhjet tuaja natyrale të rregullta, edhe në lehtësimin e komplikacioneve të shëndetit. Çaji i kamomilit do të ndihmojë shumë kundër problemeve tuaja të pagjumësisë. Çaji i kamomilit është përdorur prej kohësh në trajtimin e pagjumësisë. Kjo për shkak se kamomili e përmban apigeninë, e cila është një flavonoid. Flavonoidet janë kimikate që u japin bimëve ngjyrën e tyre me bollëk dhe antioksidantët që i mbojnë në trupin tuaj të mbrojtur kundër toksinave. Çaji i kamomilit do të ruajë më mirë shëndetin tuaj të kockave. Çaji i kamomilit është shumë i mirë për kocka sepse flavonoidet në kamomil ndihmojnë në kocka të riparohen dhe të rritet. Gjithashtu kamomili ndihmon në rregullimin e aktiviteteve të shëndetshme të ndërtimit të kockave. Ky zbulim mund të jetë veçanërisht i rëndësishëm për gratë të cilat janë të prirura ndaj osteoporozës, në menopauzë dhe në reduktimin e estrogjenit, gjithashtu e humbjes së kockave në mënyrë të çrregullt. Çaji i kamomilit lehtëson dhimbjet menstruale. Deri në 93% të grave mund të përjetojnë dhimbje menstruale gjatë jetës së tyre, dhe çaji i kamomilit mund të jetë një nga zgjidhjet më të mira për këtë problem. Pijet e ngrohta dhe qetësuese mund të lehtësojnë dhimbjet, megjithatë kamomili është më i mirë se sa energjiku dhe barishtet e tjera. Ka efekte të mira antispazmatike. Struktura kimike e kamomilit përmban gjithashtu edhe aminoacide që lehtësojnë relaksimin tuaj. Kamomili ndihmon edhe me çështjen tuaj të ankthit. Kamomili është i mirë për ankthin kryesisht për shkak të efekteve të tij dhe simptomave të gjendjes, duke përmirësuar kështu edhe gjumin, duke relaksuar muskujt, duke ulur presionin e gjakut dhe duke mundësuar një gjendje më të mirë relaksi. Ju mund të reduktoni simptomat e ankthit si pagjumësia dhe nervozizmi, dhe gjithashtu vlerat që do të merrni nga çaji i kamomilit do të jenë të larmishme për mbrojtjen e organizmit tuaj në tërësi. Kamomili është një antioksidant i fuqishëm, citon Rachel Klementman, themeluesi i këshillave ushqimore Food Step Group. Gjithashtu, janë zbuluar 120 element kimik të kamomilit, duke përfshirë këtu antioksidantin apigenin, i cili ndihmon në lidhjen e receptorëve të trurit që nxisin përgjumjen dhe reduktojnë gjithashtu edhe pagjumësinë. Çaji i kamomilit është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për personat të cilët kanë probleme me shëndetin tretës. Që të keni shëndet të mirë, tretja duhet të jetë një proces vendimtar i trupit. Kamomili besohet të jetë efektiv në promovimin dhe përmirësimin e tretjes, pasi zvogëlon rrezikun e problemeve gastrointestinale.
Kjo për shkak se është antispazmatik që do të thotë se çaji i kamomilit relakson trupin dhe ndihmon kundër refluksit të acidit. Disa studime kanë treguar se mund të parandalojë ulçrat e stomakut duke penguar rritjen e bakterjeve që kontribojnë në zhvillimin e ulçrave. Çaji i kamomilit mund të ulë nivelet e sheqerit në trup sepse përmban komponentë që nxisin pankreasin të lëshojë enzimat trecë të karbohidrateve për të prodhuar sheqer. Nivelet e ngritura kronike të sheqerit në gjak mund të dëmtojnë qelizat e pankreasit, por çaji i kamomilit mund të ndihmojë në parandalimin e dëmtimeve për shkak të vetive antiinflamatore. Një pankreas i shëndetshëm është thelbësor për prodhimin në mënyrë efikase të insulinës, hormoni që largon sheqerin nga gjaku. Çaji i kamomilit mund të jetë një ushqyes për ata me diabetin e tipit 2. Mund të ndihmojë në parandalimin e arritjes së sheqernave në gjak pas ngrënies kur konsumohet së bashku me një vak. Mund të lehtësojë stresin, ankthin dhe t'ju ndihmojë të flini më mirë. Nëse luftoni me stresin ose me ankthin, çaji i kamomilit mund t'ju ndihmojë shumë potencialisht. Kamomili përmban apigenina, të cilat tregojnë efektet e tyre ose veti të ngjashme me ilaçet kundër ankthit. Gjithashtu antioksidantët e kamomili kanë tendencën të nxisin përgjumjen. Duke u marrë çaj i kamomilit, ju mund të përmirësoni cilësinë e përgjithshme të gjumit tuaj. Kamomili është natyrisht pa kafeinë, kjo veçori e bën ideale edhe në përshtatjen e gjumit. Kafeina mund të prish aftësinë e trupit për të fjetur, prandaj edhe çaji i kamomilit në këto raste mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj. Kamomili mund të japë rezultate mjaft të mira për mbrojtjen e organizmit. Komponentët flavonoid apigenin të kamomilit lidhen me receptorët e trupit dhe nxisin gjumin. Nëse ndjeni të stresuar, duhet të përdorni kamomilin për të lehtësuar një sër komplikacionesh. Kamomili mund të përmirësojë gjithashtu edhe funksionet tuaja të zemrës. Një zemër e shëndetshme përkthehet në funksione optimale të gjitha funksioneve të tjera të trupit. Është me të vërtetë thelbësore për shëndetin e mirë dhe të përgjithshëm. A i dini se çaji i kamomilit mund të ndihmojë në përmirësimin e ndjeshëm të funksioneve të zemrës? Komponentët që përmban kamomili antioksidantë, në veçanti flavonoidet, që mund të ulin ndjeshëm kolesterolin dhe presionin e gjakut, duke çuar në një zemër më të shëndetshme. Siç u përmend edhe më herët, vetit të qetësuese të çajit të kamomilit ulin stresin dhe ankthin, të cilat janë gjithashtu faktor rreziku për sëmundjet e zemrës. Apigeninat e kamomilit gjithashtu përmirësojnë funksionin HDL, që mund të ulë kolesterolin e keq. Çaji i kamomilit është një zgjidhje shumë e mirë, edhe mund të nxjisë një sër përfitimesh për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Çaji, sidomos ai i kamomilit, është pjesë e momenteve ideale qetësuese shpirtërore dhe fizike. Gjithashtu, çaji i kamomilit është një zgjidhje e cila mund t'japë lehtësime të duhura për trupin. Ndryshe nga çaji i jeshil ose ai i zi, kamomili vjen nga një lule e bukur e cila ka aftësi qetësuese dhe nxit gjumin. Lulet përmbajnë flavonoide që janë pjesërisht përgjegjëse për nxitjen e gjumit. Çaji bimor me aromë të frutave të ngjashme me mollën është i shkëlqyer dhe ka vlera të mira terapeutike. Lulet të thata të kamomilit luftojnë inflamacionin, mykun, ulçrën dhe përmbajnë antioksidant. Në këtë video do të zbuloni mënyrën se si çaji i kamomilit mund të përmirësojë shëndetin tuaj. Është i mirë kundër dhimbjeve të stomakut. Çaji i kamomilit është një recetë ideale kundër dhimbjeve të stomakut sepse përmban substancat që luftojnë inflamacionin. Pijeni çaj në mëngjes dhe në darkë kundër dhimbjeve. Do të nxjisë gjithashtu gjumin cilësor. Pini një filxhan me çaj kamomilit 30 minuta përpara se të shkoni në shtrat. Çaji ka efekte që largojnë shqetësimet dhe të cilat ju lënë pa gjumë. Është një zgjidhje shumë e mirë kundër migrenës. Sapo të ndjeni torrokitjen e migrenës, pini një gotë me çaj kamomili. Është e rëndësishme të pini çajin kur dhimbja sapo ka nisur dhe jo kur ajo është në kulmin e vet. Edhe zorët tuaja do të përfitojnë nga konsumi i këtij çaji. Çaji i ngrohtë i kamomilit rekomandohet kundër dhimbjeve dhe simptomave të zorës së irrituar. Ai funksionon kundër gazrave dhe kundër fryrjes. Nëse prekeni rregullisht nga ftohja ose temperaturat e ulta, atëherë pini 1 ose 2 filxhan me çaj kamomili në ditë gjatë dimrit, edhe çaji do të ofrojë një organizëm më të shëndetshëm. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.